Uroj e shpresoj që një ndarë kënaqur dhe të mirë informuar nga ato që kishim përgatitur e nga për ju për nder të 8 marsit festës së gruas. E ty shikues po të tham që qëndro me ne, sepse për fund vjen rubrika Çka ka tre, e nga unë Albina deri të premten tjetër ju e dini që ju dua shumë, vazhdoni me qëndru pozitiv edhe vazhdoni me ardh këtu tek hotel and restorant Hareja. Kjo javë ka qenë e frytshme sa i përket projekteve të reja. E nisi me këngëtarën Donna Dafi, e cila ka publikuar projektin e titulluar Touch Me Like That. Tekstin e bukur ja ka dedikuar gjinies femrore për nder të 8 marsit. Për më shumë ndiqeni këtë premierë. Këngë në gjuhën angleze solli dhe Era i Strefi, e që ka titulluar Move On. Tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ajo duke u përkujdesur dhe për muzikën me Pëllumb Beats. Press Play ka realizuar masterizimin e këtij projekti. Kur Stafal bëri bashkë Clement dhe Marcel. Ky fundit e ka shkruar tekstin e kësaj kënga. Dysha që e kënduan u përkujdesen edhe ta realizojnë produksimin e kësaj prurje të re. Miksimi dhe masterizimi u punuan nga Alex Regna. E prapun poshta, statuj me gozhda. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për risi. E filloj me Fifin, e cila së shpejti vjen me një befasi të këndshme. Bëhet fjalë për koncertin e parë në karrierën e saj. E qata jam tu lute tu babe. Ky koncert po vjen më 25 prill në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, e bileta tashmë kanë dalë në treg. Fifi po vjen jo vetëm me historinë, jo vetëm me muzikën, Fifi po vjen me ndjenjen, me zemrën, me shpirtin e sajna. Hija jote ka me mbet, hija jeme. Kështu e përshkruan këngën e re Dafina Zeqire. Pas suksesit të një pas njëshëm, këngëtarja shqiptare cila muaj më parë mori epitetin nën, do ta filloj mbar pranverën me risi. Ajo përmes rrjeteve sociale ka njoftuar se së shpejti vjen me prurjen e radhës, që fansat mezi po i presin.